Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri deklaron nuk kam ndërmend t'i jap dorëheqjen. Opozita asajoi historinë e shefit antidrogës Dritan Zagani. Ndryshimet në qeveri mbajnë të ndezur debatin politik. Ministria Gjosha e përfolur për të larguar shmang komentet, nuk mund takon të flasë për këtë çështje. Lideri i opozitës Lulzim Basha premtime fermerëve të Lushnjës, ulim taksat, çmimin e naftës dhe të energjisë. Platforma e PD-s synon ringritjen e ekonomisë. Zbardhet vrasja 24 vjeçarit në Shkodër. Arrestohet njëri nga autorët, tjetri shpallet në kërkim. Ngjarja ndodhi pas konfliktit për shkak të një vajze. Të nderuar teleshikues, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 19 në Vision Plus për të njëjtur me ngjarjet më kryesore të ndodhura deri në këto momente. Ministri i Brendshëm deklaron prerë se nuk ka as pak ndërmend që t'jap dorëheqjen. Sajmir Tahiri akuzon opozitën se ka përdorur ish oficerin e antidrogës Dritan Zagani për të fabrikuar një histori të paqen. Në një intervistë për emisionin Kapital në Vision Plus, Tahiri ka folur edhe për marrëdhëniet e aleatëve kryesorë në qeverisje, duke mohuar krisjet mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri hedh poshtë zërat për një krisje të marrëdhënieve mes dy partive kryesore të mazhorancës. Megjithse Ilir Meta, ndryshe nga kryeministri Edi Rama, deklaroi se qeverisë i nevojiten impulse të reja. Tahiri nuk gjen asnjë motiv për ndryshimin e kabinetit dhe konsideron thjesht spekulim mediatik ambicien e Partisë Metës për të marrë ministrinë e Brendshme. Në shtyp ka pasur, nuk kanë qenë sporadik, ka qenë në vazhdimsi, sikur dikasteri që ju drejtoni ka lejuar rrjedhjen e informacioneve që dëmtonin aleatin, dëmtonin kryetarin e kuvendit, dëmtonin zotin Ilir Meta. Ka ekzistuar kjo. Dhe që sa po më thatë, unë se kam dëgjuar kurrë. Ka pas komente, ka pas komente. Dhe as ka mundësi të ndodh, edhe sikur, po unë besoj që nuk duhet ushqejmë në asnjë rast telenovela që janë as nevojshme për publikun. I vendosur prej afro 2 muajsh në shënjestër të akuzave të opozitës për lidhje me rrjetet e trafikut, ministri i Brendshëm thotë se nuk ka as pak ndërmend t'i jap dorëheqjen. Madje sipas Tahirit, historia e ish oficerit antidrogës së Fierit, Dritan Zagani, i cili ngritej dyshime se të afërm të ministrit transportonin ngarkesat e drogës me makinën e tij, është sajese opozitës. Ndërkohë janë akuza, ju kujtoj këtu, nga një ish punonjës policie, bandit që është nën akuzë nga prokuroria krimeve të rënda, për bashkëpunim me krimin, për dekonspirim të aksioneve policisë kundër drogës, i cili nuk u përball me akuzat e veta, por mori arratin dhe sot kërkon azil, por ndërkohë nuk është një oficer policie i panjohur. Është një oficer policie që Sali Berisha me vendim të Këshillit të Ministrave, oficeri i policisë duhet është nga Tropoja, nga është, i dhuroi tokë në Orikum, në Bregdet. Nuk ka oficer policie tjetër me këtë luks, nga kryeministri. Pra nuk ju ka shkuar në një ju kujtoj këtu. Të jepni dorëheqjen përballë. Jo, më sigurisht të përgjigja për këtë dhe as më shkon ndërmend të jap dorëheqjen për sa kohë ushtroj përgjegjësitë e mia dhe bëj detyrën përballë qytetarëve. Për Sajmir Tahirin, lufta e policisë ndaj kultivimit të bimëve narkotike dhe trafikut të drogës ka dhënë rezultate që nuk ishin arritur kurrë më parë, sepse kishte munguar vullneti i qeverive të djathta. Ai akuzon paraardhësit se lejuan mbjelljen e qindra hektarëve. Këta të djeshmit e pranojnë dhe publikisht, mbaj mend Sali Berisha ka thënë publikisht, unë kam pasur vendim politik për të mos hyrë në Lazarat. Në vitin 2013 unë kam marrë detyrën në shtator. Kam gjetur në zyrë hartat e Guardia di Financës me 324 hektar të mbjella në Shqipëri. Dhe rekordet më të këqija në luftën kundër drogës i ka Luli dhe Muli. Tahiri vlerëson si një nga arritjet më të mëdha pastrimin e policisë dhe shkëputjen e lidhjeve të saj me krimin. Plot 2100 punonjës të niveleve të ndryshme janë proceduar për shkak të shkeljeve, abuzimit me detyrën apo lidhjeve me element të inkriminuar. Ministri i Brendshëm ishte i ftuar i parë i emisionit Kapital në Vision Plus për sezonin e ri.
Por Partia Demokratike këmbgul se Ministri i Brendshëm duhet largohet një ore më parë nga zyra e tij. Sipas deputetit Aslan Dojgjani, provat që implikojnë Sajmir Tahiri në rrjetin e trafikut të drogës janë të pakundërshtueshme. Rasti grabitjes në autostradën Tiranë-Durrës i ka shërbyer Partisë Demokratike si një argument i shtuar në kërkesën e saj për largimin e Sajmir Tahirit nga qeveria. Deputeti demokrat Aslan Dojgjani ka deklaruar se ndërsa kriminaliteti po rritet, mbi ministrin e Brendshëm rëndojnë akuzat të rënda për bashkëpunim me bandat e drogës. Çfarë duhet ndodh tjetër që Sajmir Tahiri të largohet nga detyra e tij? Ai duhet të lërë zyrën një orë më parë. Inkriminimi që po i bën policisë së shtetit është shërbimi ndaj krimit e trafikut të drogës. Është demotivimi që i bën forcave të policisë së shtetit, të cilët sakrifikojnë me punën e tyre me përkushtime ndëshmëri, ndërsa shohin se e prori i tyre, ministri i tyre është i lidhur me bandat. Dojgjani ka risjell dëshminë e oficerit të policisë Zagani për të theksuar përgjegjësinë që Sajmir Tahiri mban për trafikun e drogës në Shqipëri. Derisa ministri i Brendshëm ndan makinën e tij private me bandat e trafikut të drogës, siç denoncoi oficeri lart Zagani, derisa oficer në pikat kyçe të trafikut të drogës, si kufiri në Dhërmi, janë në dispozicion të kushërirëve të Tahirit, atëherë sigurisht krimi rritet dhe trafiku i drogës rritet. Pas akuzave të artikuluara nga opozita rreth 2 muaj më parë, vetmja lëvizje e ministrit të Brendshëm ka qenë kërkesa drejtuar prokurorisë së përgjithshme për hetimin e plotë të tyre, por vetë Sajmir Tahiri e ka bërë të qartë se nuk do ta japë dorëheqjen. Megjithse kryeministri Edi Rama i ka hedhur poshtë zërat për rikompozim të kabinetit, debati mbetet ende i ndezur. Klajda Gjosha, e cila është përfolur për një largim të mundshëm nga Ministria e Integrimit, u është shmangur komenteve, duke thënë se duhet flasin ata që kanë kompetencë për këtë çështje. Ndryshimet në qeveri mbeten në qendër të debatit politik të ditës, edhe pse vëmendja është vendosur nga ministrat socialistë tek ata të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ministri i Integrimit Klajda Gjosha, e cila është një prej emrave të përfolur se do të largohet nga kabineti Rama, nga Korça është mjaftuar në një koment se vendimet për ndryshime nuk i takojnë asaj. Kjo nuk është absolutisht në kompetencat e mia, asgjë nuk është bërë me dije, asnjëherë nuk kemi biseduar për ndryshime të tilla, kështu që unë do t'ja lë atyre që kanë kompetenca të flasin për këtë çështje. 2 javë përpara publikimit të progres raportit Komisionit Evropian, Gjosha është e qetë pasi Shqipëria nuk pret këtë vit asnjë rekomandim për hapjen e negociatave për antarësim. Nuk kam bindjen se ai do të jetë pozitiv, duke parë edhe ecurinë e reformave që ne kemi marrë gjatë vitit fundit. Patjetër që nuk është se presim një rekomandim, duke qenë se ende kemi një proces për reformën në drejtësi. E meqense reforma në drejtësi është kusht për integrimin, Gjosha ka ripërsëritur vullnetin e qeverisë që ndryshimet kushtetuese për këtë reformë të mbyllen brenda vitit. Kuptohet që reforma do të kërkojë një konsensus të gjerë dhe të gjitha palët duhet të bëhen së bashku sepse është një reformë vendimtare për vendin dhe për ecurinë e vendit në procesin e integrimit. Sipas Gjoshës, qeveria shqiptare pret që me përfundimin e reformës në drejtësi në vitin 2016, Komisioni Evropian të rekomandojë hapjen e negociatave për antarësim me Shqipërinë. Lideri i opozitës Lulzim Basha premton uljen e taksave të çmimit të naftës dhe të energjisë elektrike. Gjatë një takimi me fermerët e Lushnjës, Basha tha se platforma që po përgatit Partia Demokratike synon ringritjen e ekonomisë. Turi i liderit opozitës Lulzim Basha me sloganin "Fjalën e kanë qytetarët" është përqendruar tek ekonomia e programi i Partisë Demokratike për këtë sektor, nëse qytetarët do t'i besojnë qeverisjen në zgjedhjet e ardhshme të 2017-s. Gjatë një takimi me fermerët e Lushnjës, Basha ka premtuar taksa më të ulta në mënyrë që ekonomia të ringrihet. Ne jemi duke bërë platformë. Dhe në platformë të taksave, në përgjithësi, po ju them, taksa shesh 9%. Çfarë do të thonë taksa shesh 9%? Do të thonë që 450 milion euro, 450 milion euro që sot qeveria i takson dhe i fut, se ku i fut nuk e dim, ato parat ja kthejnë tregut. Përballë shqetësimit fermerëve, kryetari i Partisë Demokratike ka premtuar edhe ulje të çmimit të naftës me 240 lekë për litër. Va ditë kullus, kulloj takas, mos më i thanë, ulje pleras, ulje naftës, për këta e votum, këta që i sot në qeveri, për tull këto gjera. Ti ullet plerat, ti ullet nafta, dhe energjia elektrike të veja tjetë e qe. Përse ne si fermer paguim 3 herë. Paguna i që zdoganon
paguna i shumicës, paguna i kena shërdeve, dhe ne pagujmë edhe na kërkon donat na marrë edhe shpirtin edhe. Për mu më e rëndësishme, se sa ardhja në karriket pushtetit duke bërë pazar me një nga dy hajdutët që kemi sot në krye, është mbështetja juaj për t'i zgjidhur problemin. Nëse ju thoni që problemi kryesor është çmimi i inputeve, është çmimi i naftës, çmimi i energjisë, çmimi i plerave, çmimi i plasmasit, është padrejtësia me taksat që ju kanë vënë, atëherë jeni të sigurt që këtu do të jetë vëmendja jonë kryesore. Fermerët i kanë paraqitur kryetarit PD-s një listë me kërkesa, pasi sipas tyre rritja e çmimeve dhe rënia e fuqisë blerëse e ka vështirësuar punën, ndërkohë që për shkak të kësaj situate, edhe bizneset kosovare kanë braktisur Shqipërinë e janë zhvendosur në Maqedoni, duke i blerë atje prodhimet bujqësore. Njëri nga autorët e vrasjes së 24 vjeçarit Luigi Gjergji ka përfunduar në prangat e policisë së Shkodrës, ndërkohë shpallur në kërkim bashkëpunëtori i tij. Mësohet se shkak për ngjarjen e rëndë është bërë ngrindja për një femër. Policia ka arritur të zbardhë brenda pak orësh vrasjen e 24 vjeçarit Luigi Gjergji në Shkodër. Ngjarja e rëndë ndodhi gjatë orëve të natës së të premtes në aksin rrugor Vau Idejës Bushat, pas një atentati me armë mbeti i vrarë 24 vjeçari nga fshati Pistull. Burime zyrtare thanë se në pranga ka përfunduar Akil Gradeci, 24 vjeç nga fshati Shkjez, kohë që është shpallur në kërkim dhe Eduard Hulej, 32 vjeç nga fshati Plezh. Sipas policisë në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe për motive të dobta ata vranë me armë zjarri 24 vjeçarin. Dyshohet se viktima ka pasur më parë një konflikt me njërin prej autorëve. Shkak i grindjes mes 32 vjeçarit Hulej dhe Luigi Gjergjit ishte bërë një femër. I riu kthehej nga Rinasi pasi kishte përcjell të ëmën për në Greqi përgjatë rrugës në aksin Shkodër Vau Idejës, u qellua me breshëri Kallashnikovi nga një tjetër automjet. Mësohet se në identifikimin e autorëve ndihmuan kamerat e sigurisë së një banese aty pranë, e cila fiksoi automjetin në të cilin u dëtonin Gradeci e Hulej. Partia Demokratike akuzon Ministrin e Shëndetësisë Beqaj dhe Kryeministri Rama se kanë ngritur një skem mashtrimi me barnat në kurrizë të qytetarëve. Pas humbjes përballë Serbisë në Elbasan Arena, trajneri i kuqezinëve Xhani Debjazi bën ndryshime në formacion për sfidën vendimtare me Armeninë. Partia Demokratike akuzon Ministrin e Shëndetësisë Beqaj dhe Kryeministri Rama se kanë krijuar një skem mashtrimi me barnat e rimbursueshme, por e menjëhershëm ka qenë reagimi i ministrisë, i cila thotë se ka mbajtur premtimin duke zgjeruar listën me 85 medikamente të reja. Partia Demokratike vijon akuzat ndaj qeverisë në lidhje me barnat. Deputetja demokrate Albina Deda akuzon kryeministrin dhe ministrin e Shëndetësisë se në listën e ilaçeve të rimbursueshme kanë futur 30 barna që i përkasin miqve të qeverisë. Po ashtu demokratët akuzojnë mazhorancën se nuk mbajtën premtimin për uljen e çmimit të medikamenteve. Sot që flasim, të gjitha barnat e futura në listën e rimbursueshme në mënyrë të kundraligjshme janë dhënë paket një klientit të qeverisë, Incomed, i cili sjell ato nga Turqia dhe jo nga prodhuesit origjinal. Gjithë të skemë mafioze këtë industri përfitimi në kurrizë të jetës së shqiptarëve, Edi Rama dhe Ilir Beqja mundohen ta fshehin duke thënë se qenë kanë ulur çmimet e barnave. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Ministrisë së Shëndetësisë. Zëvendës ministri Amilva Ekonomi sqaron në opinionin publik se në listën e rimbursueshme nuk është hequr asnjë medikament. Sipas saj, gjatë 2 viteve të qeverisë socialiste, lista është zgjeruar me 85 barna të reja. Jo vetëm që nuk janë hequr nga lista barnat të caktuar, po krejt ndryshe nga pretendohet dhe shpif PD-ja në listën e barnave të rimbursueshëm në vetëm 2 vite, 2014 dhe 2015, nuk janë hequr barna, me nuk janë shtuar vetëm 20, por kjo listë është zgjeruar me 85 barna të reja, prej të cilave 45 janë principe të reja aktive. Por PD nuk mund të pranojë dot dështimin e qeverisjes në 8 vitet e saj, nga e paradoksi arrin deri aty, ku në atë kohë barnat gjenerike kushtonin më shumë se sa barnat origjinatore. Ministria e Shëndetësisë përsërit se ka arritur të mbajë premtimin për koston e barnave. Zëvendës ministra e Ekonomi deklaron se gjatë 2 viteve çmimi i ilaçeve është ulur me 30%, duke kursyer $70 milion në treg.
Kapet 54 kg hashash në fshatin Cerov të Skraparit dhe arrestohet poseduesi sasisë së drogës. Lënda narkotike është gjetur në shtëpinë e 27 vjeçarit Ermal Hoxha. Pas një jetimi prej disa muajsh, policia e Beratit në bashkëpunim me komisariatin e Skraparit kanë finalizuar me sukses operacionin ku gjatë kontrollit të imtësishëm në banesën e Hoxhës u gjet sasia e hashashit prej 54 kg-sh. Droga ishte futur në thas plastik dhe bërgati për të shitur. Mbi shtetasin Ermal Hoxha rëndon akuza prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike. Një aksident i rëndë është regjistruar gjatë paradites së kësaj së shtune në aksin rrugor Rogozhin Lushnje, në afërsi të fshatit Dushk. Një kamion është përplasur me një autobus të linjës Divjak Lushnje dhe si pasojë ka mbetur i plagosur rënd drejtuesi i kamionit Ardian Laçi, banues në Shijak. Burimet e policisë lokale bëjnë me dije se në momentin që autobusi ka ndaluar për të zbritur një nga pasagjerët, drejtuesi i kamionit nuk ka mundur dot të shmanget dhe e ka goditur nga pas. Si pasojë e aksidentit, ka mbetur i plagosur 45 vjeçari nga Shijaku që drejtonte kamionin, i cili është dërguar menjëherë në spitalin rajonal në Lushnje. Për rreth 30 minuta në autostradë është krijuar një trafik i rënduar, policia po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Pas blokimit të seancës së kuvendit me ujë dhe tymuese, kryeministri Mustafa i është përgjigjur opozitës. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë kosovare thotë se i takon kushtetueses të vlerësojë nëse ndonjë pikë marrëveshjes lidhur me asociacionin e komunave serbe është në shkelje të ligjit themeltar. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i është përgjigjur partive opozitare, të cilat me tymuese ujë e bilbila kanë bllokuar seancën e tënjtes në shenjë kundërshtimin ndaj Bashkisë së Komunave Serbe dhe vijës kufitare me malin e zi. Përmes një komenti në faqen e tij zyrtare në Facebook, kryeministri Mustafa ka deklaruar se problemi kryesor nuk janë këto dy çështje, por zbatimi i ligjit dhe rregullat demokratike. Për vendin tonë nuk janë problem real as asociacioni dhe as demarkacioni me malin e zi. Problemi është abstenimi në zbatimin e ligjit dhe rregullave që stimulon hyxhymin e dhunshëm për të ardhur në pushtet jashtë rregullave demokratike. Asociacion jo, sepse është gjykata kushtetuese ajo që vlerëson çdo pikë të marrëveshjes dhe nëse del se edhe një pikë nuk është në harmoni me kushtetutën, ajo nuk do të implementohet. Ditën e njëjtë, deputetët e vetëvendosjes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës bllokuan foltoren e kuvendit. Ata përdorën bilbila, u hodhën ujë deputetëve të maxhorancës dhe më pas përdorën dhe tymuese. Partitë opozitare kërkojnë tërheqjen e Kosovës nga pakti për bashkësinë e komunave serbe në veri të nënshkruar në Bruksel dhe rishikimin e marrëveshjes për vijën kufitare me malin e zi. Pas humbjes përballë Serbisë në Elbasan Arena, trajneri i kuqezinëve Xhani Debjazi ka vendosur të bëjë ndryshime në sfidën vendimtare me Armeninë. Në Yerevan, kombëtarja shqiptare pritet të ketë një theks më të madh sulmues me aktivizimin e Gashit në të djathtë në rolin e një sulmuesi të fshehur. Kombëtarja shqiptare do të ketë një tjetër pamje në ndeshjen vendimtare kundër Armenisë këtë të diel në orën 18 me orën tonë lokale në Yerevan. Trajneri Debjazi do të bëjë disa ndryshime në formacionin titular të ekipit kuqezi, në raport me humbjen e fundit zhgënjyese 0-2 kundër Serbisë në Elbasan Arena. Shqipëria nuk ka më asnjë rrugë tjetër veç fitores në këtë takim të fundit eliminator që të kualifikohet direkt për në Europianin e Francës. Si skuadër e vendit të dytë në grupin 1, italiani Debjazi di më mirë se kushdo tjetër këtë gjë, prandaj edhe formacioni anti-Armeni do të ndërtohet ndryshe nga përballja e sejntes kundër Serbisë. Në Yerevan, kombëtarja jon me siguri do të ketë një theks më të madh sulmues me aktivizimin e Gashit në të djathtë në rolin e një sulmuesi të fshehur, në mbështetje të Cikalleshit që do zoj vendin e Bekim Balajt. Paraqitja e mirë kundër Serbisë do ta lërë sërish titular me Mushaj në rolin e fantazistit, ndërsa në të majtë mbetet Lenjani. Xhaka dhe Basha vijojnë të jenë të favorizuar në qendër të mesfushës. Dilemat më të mëdha në fakt Debjazi ka në mbrojtje, për shkak të pezullimit të Agollit në të majtë dhe faktit që Lila dhe Nasser Ali nuk janë në gjendje të mirë fizike. Mbrojtësi Bazerit Ali është favorit për të luajtur në të majtë nëse mjekët japin okejin, ose në rastin më ekstrem mund të kemi kthimin e Lenjanit prapa. Në qendër Cana dhe Gjimshiti nuk do të preken. Sfida e cila mund të fusë në histori kombëtare kuqezi do të gjykohet nga polaku me jo shumë eksperiencë në arenën ndërkombëtare, Simon Marciniak. Armenët janë të pamotivuar sepse nuk kanë objektiv si ekipi i vendit fundit në rënditje, por danezët, rivalët tanë direkt për vendin e dytë, presin një dhuratë prej vendasve për të ndalur kuqezit dhe thirrja ka qenë e hapur për ndihmë edhe nga trajneri Morten Olsen.
Përveç aspektit sportiv, fitore në Armeni dhe rrjedhimisht kualifikimin evropian do të cilëte një bonus prej 12 milion euro për Federatën Shqiptare të Futbollit, shpërblim nga UEFA, ku qezit i jepen favorit për fitore në Jerevan, edhe nga kompanitë e bastave që e kuotojnë fitoren ton 2.25 përballë 3.4 të vendasve. Në të vetmin rast që Shqipëria ka luajtur në Armeni në 1997, është mundur 3-0, ndërsa në vendin ton kemi fituar 2 herë dhe kemi barazuar në një tjetër takim. Rrjeti social Facebook ka prezentuar opsionet e reja për përdoruesit. Janë 6 emocione cilat renditen për krah butonit like. Për një kohë të gjatë, përdoruesit e Facebookut kanë kërkuar nga drejtuesit e rrjetit social opsionin nuk pëlqej. Një buton i tillë tashmë është bërë i mundur nga kjo platformë, por jo në formatin e saj tradicional. Facebook ka prezantuar 6 emocione të reja. Themeluesi i rrjetit më të madh social, Mark Zuckerberg, ka njoftuar testimin e këtij opsionit, pa gëzuar me emrin e reagimet në Facebook. Ato janë renditur për krah butonit like dhe janë emocione që shprehin zemërim, dashuri të qeshura dhe inat. Zuckerberg ka shpjeguar dhe arsyet se pse Facebook nuk vendos opsionin nuk pëlqej. Sipas tij, një buton i tillë përcjell dhe nxit negativitet dhe nuk është ky qëllimi i rrjetit social. Reagimet e reja në Facebook pritet të shfaqen në profilin e përdoruesve në ditët në vijim. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri deklaron nuk ka ndërmend të jap dorëheqjen, opozita sajoi historinë e shefit të antidrogës Dritan Zagani. Ndryshimet në qeveri mbajnë të ndezur debatin politik. Ministria Gjosha e përfolur për të larguar, shmang komentet, nuk më takon të flas për këtë çështje. Lideri i opozitës Lulzim Basha premtime fermerëve të Lushnjës, ulim taksat, çmimin e naftës dhe të energjisë. Platforma e PD-s synon ringritjen e ekonomisë. Zbardhet vrasja e 24 vjeçarit në Shkodër. Arrestohet njëri nga autorët, tjetri shpallet në kërkim. Ngjarja ndodhi pas konfliktit për shkak të një vajze. Ishim së bashku të nderuar teleshikues gjatë edicionit informativ të orës 19 në Vision Plus. Bashkë më takofshim në orën 23 në edicionin e radhës.